Manipulimi me votat e kandidatëve për deputet të përfshirëve mund të kushtoj atyre me vendime rigoroze nga sistemi i drejtësisë. Kodi penal i Republikës së Kosovës njësit juridik tregojnë se parashen 11 vepra penale për raste të tilla. Dënimi më i lartë sipas Kodit Penal të Republikës Kosovës për manipulim të zgjedhjeve ose për vepra penale kundër të drejtave të votimit është deri në 5 vjet burg. Edhe për veprën penale falsifikimi i rezultatit të votimit, e cila përfshin një masë të madhe të dyshimeve për personat të cilët flisni, edhe për këtë vepër penale ligji ka parapa 3 deri në 5 vjet burg për personat zyrtar, pra për anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Jashari kujton se në vitin 2010 ishin ngritur plot 188 akt akuza për manipulime në zgjedhje. Pas zgjedhjeve të vitit 2010, ku ka ndodhur mobilizimi më i madh i prokurisë, bile në atë kohë ka pasur akoma më shumë raste të proceduara se deri me tani, sepse me njëherë pas vitit 2010, pas zgjedhjeve të vitit 2010 kemi pasur diku 188 akt akuza që i ka ngrit prokuria, por dënimet kur nuk kanë shkuar në maksimumin e tyre aq sa janë parapa me ligj. Disa nga 109 të ndaluarit në Prizren, nën dyshimet për përfshirje në manipulim të rezultatit zgjedhor, kanë pranuar që të bashkëpunojnë me prokurorinë. Në këtë mënyrë, kryeprokurori Petrit Kryeziu tregoi se do të zbardhen shumë gjëra. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar